Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski e poshtë informacionit për devijimin e mundshëm të korridorit të 8, duke siguruar se Struga dhe rajoni përreth nuk do të mbeten jashtë lidhjes me autostradën. Në një dalje publike, Miskovski theksoi se qytetarët e Strugës duhet të jenë të qetë, pasi sipas tij qeveria që ai udhëheq është e përkushtuar për zhvillimin e barabartë të gjithë territorit të vendit. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut ngriti dhe çështjen e infrastrukturës në anën shqiptare, duke deklaruar se autostrada në Shqipëri nuk është planifikuar tani deri në Qaftan, por do të ndalet disa kilometra më para. Komisioni i Venecias kërkon nga zyrtarët në Maqedoninë e Veriut të hartojnë ligje të zbatueshme. Përgjigjja vjen në kuadër të një mendimi këshillues lidhur me përdorimin e gjuhëve të pakicave, duke theksuar disa parime kyçe që burojnë nga standardet europiane dhe ndërkombëtare. Në reagimin zyrtar, thuhet se të drejtat gjyqësore të pakicave janë standarde minimale që shtetet mund t'i zgjerojnë, por vetëm nëse sigurojnë zbatimin real në praktikë. Në raport me administratën, përdorimi i gjuhëve të pakicave mund të kushtëzohet nga përqindja e popullsisë, por pragjet shumë të larta mund të pengojnë zbatimin real të këtyre të drejtave, thuhet në raport. Në të gjithashtu thuhet se sa i përket gjyqësorit, standardi minimal është i qartë. Çdo i akuzuar që nuk e kupton gjuhën zyrtare ka të drejtë për përkthim dhe mbrojtje në një gjuhë që e kupton. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Miratimi një pakete antikrizë emergjente, rishikimi i minjershëm barës fiskale, heqja e taksës së qarkullimit, heqja ose pezullimi i akcizës mbi karburantin për këtë sektor, si dhe heqja e tatimit mbi vlerën e shtuar janë 4 kërkesat kryesore të parashtruar nga shoqatat e transportit në takimin me ministrin e ekonomisë Delina Ibrahimaj. Pas takimit, përfaqësuesit e operatorëve të transportit u shprehun se kanë marrë garanci për aktivizimin e vendimit të Këshillit të Ministrave që parashikon kompensimin për linjat urbane dhe ndërurbane si dhe kompensim taksash. Sipas tyre, mbetet e paqartë ende vlera e kompensimit. Është premtuar riaktivizimi i VKM-s, të cilën është paketa antikrizë që u miratua në vitin 2022 për shkak të luftës Ukrainë-Rusi dhe atëherë u përcaktua vlera 100 lekë për litër në lidhje me rritjen e çmimit të karburantit. Me mbledhjen e parë të qeverisë na u premtua se do të diskutohet dhe miratohet, ndoshta vlera mbetet për të diskutuar, ndoshta mund të jetë edhe më shumë për shkak të rritjes të vazhdueshme të çmimit të karburantit. Kjo mbetet për të diskutuar dhe miratuar. Në të kundërt, operatorët paralajmërojnë për reduktim të flotave të transportit. Kjo është emergjente dhe ata vetë janë koshien në lidhje me rritjen e çmimeve dhe në rast se do të anashkalohet apo dhe nuk do të miratohet, operatorët do arrijnë në reduktimin e mjeteve, më pas nëse përsëri nuk do të ketë një lloj reagimi, ndoshta edhe me një kapitullim apo mbyllje të autobusave. Fillon nga zbatimi i skema mbështetëse për biznesin përmes kompensimit financiar të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si pasojë e rritjes së pagës minimale. Nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në Shqipëri, njoftohet se përmes saj synohet të lehtësohen kostot shtesë për punëdhënësit që kanë punonjës me paga të ulta pas vendimit për rritjen e pagës minimale në 50.000 lekë duke filluar nga janari 2026. Kompensimi do të përfitohet për punojësit që në shtator të vitit 2025 kanë patur një pagë bruto nga 40.000 lekë deri në 49.999 lekë. Periudha e kompensimit është përcaktuar nga janari deri në shtator 2026. Aplikimi realizohet online përmes platformës Yllbenja përmes shërbimit kërkesë për kompensim financiar të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Përfituesit publikohen në portalin zyrtar të punësimit. Qëndrueshmëria e furnizimit me energji në kryeqytet është në thelb të një projekti të ri energjetik. Bëhet fjalë për ndërtimin e një stacioni të ri në qendër të Tiranës nëpërmjet një investimi për 22.5 milionë eurosh. Marrëveshja për këtë financim u firmos nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Në stacioni do të ndërtohet nën tokë. Projekti sipas ministrit është gjithashtu pjesë e planit të masave për qytetin e gjelbër të Tiranës në kuadër të programit Green City të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.